Një ditë, në kutinë e postës sime, gjeta një ftesë për dasmë. E bukur, me letër të trash dhe shkronja të arta. Më ftonte në dasmën e Arlindit dhe Eglës, më 6 maj, ora 19:30, në një ambient në periferi të Tiranës. Emri im ishte aty, shkruar sakt. Por unë nuk njihja as Arlind, as Egla. As nuk e mbajta mend ndonjë mik me këtë emër. Por diçka më shtyu të shkoja. Kur mbërrita në adresë, ishte një ndërtesë e rënuar. E braktisur. E zbardhur nga koha. Asnjë makinë. Asnjë muzikë. Asnjë dritë. Por dera kryesore ishte hapur. Brenda, ambienti ishte bosh. Veç një tavolinë në mes me 2 karrige. Dhe një ftesë tjetër identike me timen, por me një detaj ndryshe. Në vend të emrit tim ishte shkruar mysafiri i fundit. Kur u ktheva mbrapa, dera ishte mbyllur. Dhe mbi të ishte shkruar me pluhur: Tani e di se kush je. Që atë ditë, askush nuk e gjeti më ftesën që solla në shtëpi. S'është në asnjë vend. Por çdo 6 maj, në orën 19:30, drita e dhomës sime fiket vetë për pak sekonda. Po ty, a do të guxoje të shkoje në një ftesë që se kupton kush e dërgoi? Na shkruaj në komente dhe klikoni abonohu për më shumë histori të vërteta, misterioze dhe shqetësuese.